Në skenën e edicionit të 24 të konkursit ndërkombëtar të muzikës klasike Pjetër Gaci në Shkodër, spikati sërish talenti një të riu nga Prizreni, Dionis Berisha. 18 vjeçari rikthehet për të dytin vit e radhës në këtë garë të rëndësishme muzikore, duke sjellë me vete jo vetëm emocionet e një interpretimi të pastër në kitar, por edhe përvojën e një pjesëmarrje të mëparshme mjaft të suksesshme. Pasioni im për gitar veç që të gënjej, por parafërsisht para 10 viteve, ka nisur duke ndëgjuar një rock band të quajtur Skillet. Me ato ja kam fillu hapat e para të mia të muzikës klasike. Tani këtë vit përsëri jam konkurrent. Shpresoj që ta marrin një shpërblim sa më të madh se sa herën e kaluar që isha. Përveç muzikës, ai ushqem pasion edhe për sportin, ku vend të veçantë zë loja e shahut, një tjetër fushë ku kërkohet përqendrim, durim dhe mjeshtëri. Më pëlqen sportet e ndryshme, më pëlqen shohu shumë të luaj. Më pëlqen të mira me histori dhe antikitet. Është prej babit sidomos ai punon çashtu. Dionis Berisha përfaqëson një shembull të bukur të rinisë që ndërthur artin dhe intelektin, duke dëshmuar se muzika klasike vazhdon të frymëzojë dhe të tërheqë talentet më të mirë nga gjithë hapësira shqiptare.